Një elefant i egër u kap në kamerat e sigurisë ndërsa hynte në një dyqan ushqimesh në një provincë të Tajlandës rreth 3 orë larg kryeqytetit Bangkok. Pronari i dyqanit i vendosur pranë parkut kombëtar Khao Yai thirrri rojat për të nxjerrë gigantin jashtë. Ai erdhi për të ngrënë disa ushqime të freskëta dhe vezë. Pasdite, tha pronari për agjencinë franceze të lajmeve AFP. Duket se elefanti ishte i uritur dhe kur hyri në dyqan, i mbuluar me balt habiti shitsin. E njohur si Plai Biang Lek, elefanti i egër ishte larguar nga parku kombëtar Khao Yai drejt qytetit Pak Chong. Në videon e postuar në internet, pronari i dyqanit mund të dëgjohet teksa i bërtet elefantit, ndërsa punonjësit e parkut kombëtar përpiqen ta nxjerrin jashtë atë. E patrezuar kafsha vazhdon të hajë çfarë gjen në rafte dhe në dysheme. Më në fund, ai del nga dyqani, madje duke marrë me vete një qese me ushqime. Pronari tha se elefanti kishte ngrënë artikujt që kishte blerë të mëngjes, duke përfshirë rreth 9 qese me biskota orizi, sanduiç, vezë dhe disa banane. Elefantët, një simbol i mbretërisë dhe forcës në kulturën tajlandeze, vlerësohen shumë nga njerëzit në këtë vend, por popullata e elefantëve të egër është zvogëluar gjatë shekullit kaluar në disa mira, ndërsa ata janë shtyrë nga habitatet e tyre të zakonshme për shkak të zhvillimit dhe gjuetisë së paligjshme. Takimet mes elefantëve dhe njerëzve janë bërë madje edhe të dhunshme, dhe vendi po përpiqet të balancojë mbrojtjen e publikut me ruajtjen e mirëqenies së kafshëve.